Deri më sot, siç e tha dhe kryetari, janë përveç Vau-të-Des dhe në bashkitë e tjera miratuar mbi 400 zona zhvillimi në 52 bashki të vendit. Kemi mbi 1200 aplikime të miratuara deri më tani. Çka do të thotë që interesi ka qenë i jashtëzakonshëm. Mua më vjen mirë që ne këtu së bashku jemi me disa nga dëshmitarët e këtij procesi, i cili fillon në fakt me një bashkëpunim shumë ngushtë me bashkinë, në rastin konkret me bashkinë e Vau-Des, pasi do duhet që të paraqiten të gjithë dokumentacioni i nevojshëm për të deklaruar që një pronë e caktuar apo një truall apo një objekt posedohet së paku 10 vite nga ai që aplikon apo që dëshiron ta zhvillojë atë pronë dhe të zhvillojë një investim në atë pronë. Më pas bashkia kryen procesin e saj administrativ dhe vijon më pas me Agjencinë e Zhvillimit të Territorit, me marrjen dhe me miratimin e planit të zhvillimit e më pas me aplikimet e tjera. Pse e them këtë? E them për të theksuar në fakt një gjë që është shumë e rëndësishme. Si çdo gjë e re që bëhet, si çdo gjë e mirë që bëhet, nga ana tjetër fillon edhe përbaltja. Dhe besoj e keni dëgjuar baltosjen që i është bërë edhe paketës maleve me gjithë fushatën e dezinformimit që filloi duke thënë është një paket për oligarkët, është një paket për ata që kanë kapital, është një paket për investitorët e huaj. Në fakt komplet e kundërta është e vërtet, nuk është as pak një paket për oligark apo për investitorë të huaj, është një mundësi e jashtëzakonshme për bizneset familjare, për banorët lokal të zonave malore, për ata që kanë vite që jetojnë në ato zona dhe kanë patur pamundësinë për ta zhvilluar një ide të tyre, një biznes lokal, një mundësi rritje më shumë për shkak të pamundësisë së disponimit të pronës mbi truallin apo objektin ku do duhet të zhvillohet ideja e investimit që ata kanë.